Jemi mësuar t'i shohim të veçur me ardh dhe mëndafsh, duke sunduar perandori dhe zemra. Por jeta e vërtet e yjeve të serialit Sultani Madhërishëm doli të ishte shumë e ashpër se çdo skenar. 15 vite më vonë, ku janë tani këta aktor, pse hy Remi brillante ende po lufton me pasojat, e rolit të saj fatal, çfarë tragjedie e detyroi Sultanesh Mihrima ti thoshte lam të mirë kinemas për gjithmonë. Dhe cila ishte zhdukja e papritur që tronditi fansat në vitin 2026. Sot do të zbulojmë të vërtetën e hidhur që aktorët e fshehën për vite me radhë pas buzëqeshjeve të rreme në tapetin e kuq. Fillojmë me aktoren e parë, Meryem Üzerli, që mori çmimin e madhështisë. Aktoria na dha Hyrremin më verbues në histori, por pak e dim se ajo e pagoi këtë sukses me shëndetin e saj. 15 vjet më vonë, aktoria pranon se roli i zonjës me flokë të kuqe e dogji fjalë për fjalë nga brenda. Sindroma fatkeqe e lodhjes, e cila e bëri atë të linte xhirimet me lot dhe të ikte në Berlin, ende e përndjek. Në vitin 2026, Meryem duket të jetë një nenë e lumtur e 2 vajzave, por rruga e saj drejt kësaj paqeje ishte e mbushur me dhimbje, tradhëti nga burri i saj i dashur, i cili kërkoi të abortonte fëmijën e saj. Depresione të zgjatura dhe përndjekje të dështuara për t'u rikthyer në ekranin e madh. Pse pavarësisht famës së saj botërore, Meryem nuk arriti të gjente lumturinë në Turqi. Dhe a është e vërtet që rruga drejt projekteve të reja të profilit të lartë është përgjithmonë e mbyllur për të, pikërisht për shkak të asaj arratisjeje? Përgjigjja qëndron në intervistën e saj të fundit të sinqertë, e cila tronditi fansat. Pelin Karhan, aktoria që luajti Sultanesh Mihrima, për miliona shikues, ajo do të mbetet përgjithmonë. Zonjusha me fytyrë hënore, Mihrima, vajza e dashur e sultanit, por në realitet, jeta e Pelin Karhan doli të ishte larg luksit madhështor. Në vitin 2026, fansat janë seriozisht të shqetësuar. Pse aktoria, dikur më premtuese e Turqisë, praktikisht është zhdukur nga ekrani. Për një kohë të gjatë, Pelin e vuri familjen e saj në vend të parë, duke rritur 2 djemtë e saj. Por pas fotove perfekte në rrjetet sociale, fshiheshin sprova serioze. Sëmundja e një të dashuri dhe një krize zgjatur krijuese e detyruan të rishqyrtoj prioritetet e saj. Në një intervistë, Pelin pranoi se industria e serialeve televizive është bërë shumë mizore. A do ta shohim në role kryesore apo heshtja e saj fshet diçka më serioze, diçka që aktoria ka frikë ta thotë hapur. Po aktori Halit Ergenç, Sulejmani i Madh, duket se ka vendosur të ndryshojë plotësisht peizazhin. Kohët e fundit aktori ka zgjedhur gjithnjë e më shumë të jetojë në Londër, larg paparacëve turq dhe thashethemeve të pafundme. 15 vite më vonë, Halit pranon se roli i sultanit ishte njëkohësisht një bekim dhe një mallkim për të. Pavarësisht statusit të tij legjendar, në vitin 2026, aktori përballet gjithnjë e më shumë me kritika dhe padi, që lidhen me deklaratat dhe qëndrimin e tij qytetar. Halit nuk kërkon me xhirime afatgjata, duke zgjedhur kështu projekte më të shkurtra, por më të thella. Por përse ky aktor zgjodhi izolimin? Dhe a është e vërtet që ai planifikoi ta lërë aktrimin përgjithmonë për një jetë të qetë në Evropë? Vdekja e aktore Sabina Tozias, Afife Hatunit ton të rept, por të drejt, la një plagë të madhe dhe të pashëruar në zemrat e fansave. Aktoria që u bë një nenë e dytë e vërtet për të gjithë sheshgjërimin, ndroi jetë në vitin 2021 pas një betejë të vështirë. Me kancerin në trum, ajo ndroi jetë duke lënë pas një boshllëk që nuk mund të mbushet. Pasi Afife ishte mëshirimi i rendit dhe butësisë së fshehur në oqeanin e trazuar të haremit. Aktoria bukuroshe, Sheval Sam, Zarima Gjepsës i së cilës u dëgjua vërtet. Në një nga episodet e serialit, është për fat të mirë gjallë, plot energji dhe në vitin 2026 vazhdon të shkëlqejë. Në projekte të reja,
Luran Ahmeti, aktor i ri dhe i talentuar, ku luajti rolin e Yusref Pasha. Jeta e të cilit, fatkeqësisht, u ndërprej në moshën 45 vjeç. Sigurisht duhet të kujtojmë edhe skenaristen brillante dhe krijuesen e serialit Merel Okajan. Fatkeqësisht, ajo ndroi jetë para finales së projektit, por ishte në mendjen e saj që lindi magjia e Osmanëve. Aktoria Selma Ergenç, e cila luajti në mënyrën brillante rolin e brisht por të fuqishëm të Sultanesh Hatice, bën një jetë çuditërisht private në vitin 2026. Pas suksesit të jashtëzakonshëm të serialit, aktoria u tërhoq në mënyrë të vetëdijshme dhe sistematike në hije. Personazhi i saj kaloi nëpër një udhëtim të tmerrshëm nga një vajzë e dridhur e dashuruar në një tërbim të pikëlluar. Selma pranoi se roli motrës së sultanit, e zhytur në lot, histerike dhe tragjedi, la një gjurmë të rënd në psikikën e saj dhe perceptimin e profesionit të saj. Sot, Selma rrallë shfaqet në evente shoqërore, shmank intervistat e profilit të lartë, duke preferuar të kaloj kohë me familjen e saj dhe të angazhohet në projekte shoqërore. Po pse refuzon kategorikisht të luajë në drama të reja historike? A është e vërtet që sjellja e saj e qetë fshe një zhgënjim të thellë me formatet moderne televizive? Shumë besojnë se Selma thjesht e kuptoi se ishte e pamundur të tejkalonte dramën e Hatice dhe zgjodhi qetësinë shpirtërore mbi garën e pafundme për shikueshmërinë. Jeta pas disfatës së aktores Nur Fetahoglu, e cila dha një portretizim mahnitës dhe shumë planësh të sultaneshës së përjashtuar Mahid Evran, doli ishte një luftëtare vërtet në realitet. Ndryshe nga heroina e saj e thyer, e cila i mbijetoi të gjithave, duke u mbetur në varfëri dhe vetmi, Nur nuk u dorëzua pas përfundimit të serialit. Ajo vazhdoi të aktronte, duke dëshmuar talentin e saj të jashtëzakonshëm dramatik. Megjithatë, jeta e saj personale 15 vite më vonë u bë objekt diskutimi të pafund në tabloide. Disa divorce të dhimbshme, ulje ngritje dhe një kërkim i gjatë për vetvlerësim çuan në atë që aktoria do të bënte një njoftim të zeshëm të beqarisë së saj të vetëdijshme në vitin 2026. Okan Jalbik dhe Selim Bayraktar, dy pole të njëjtit harem. Është e pamundur të imagjinohet ky serial pa Ibrahim Pashan dhe Symbül Agan. Këta janë dy personalitetet nga e njëjta epokë, fatet e të cilëve në jetën reale morën kthesat më të papritura. Në vitin 2026, Okan Jalabik, pra Ibrahim Pasha, e kishte cimentuar fort statusin e tij si një nga aktorët më serioz dhe enigmatik të Turqisë, por fansat ende nuk mund ta falin për zhdukjen e tij të plot nga media. Okan është një fantazme e vërtetë e ditëve moderne. Ai nuk jep intervista, injoron Instagramin dhe është plotësisht i zhytur në teatr dhe në punën e zerit. Nga ana tjetër, Selim Bayraktar, ku luajti Symbül Agan, po përjeton një rilindje të pabesueshme. Dhe kjo falorëve të praktikës së jogës, disiplinës së rrept, Selim është transformuar në një atlet të vërtet, por pak njerëz i din provat e tmerrshme që u desh të duronte. Si i ri, ai iku nga lufta në Irak, duroi varfërinë dhe luftoi për vite me radhë për vendin e tij në diell. Dhe së fundmi, një sekret që sapo ka filluar të diskutohet hapur. Pas 15 viteve, veli sekretit është ngritur nga kontratat mizore të nënshkruara nga aktorët. Madhështia e perandorisë u ndërtua mbi një punë kolosale dhe të mundimshme. Orari ngjeshur, aktorët punonin 18 deri në 20 orë në ditë. Çdo javë, atyre u kërkoi të prodhonin një episod, 140 minuta, ekuivalente me xhirimin e një filmi me metrazh të plot në vetëm 7 ditë. Kontroll në pamje, dënime të rrepta për ndryshimin më të vogël në peshë. Aktorëve u ndaloi të ndryshonin,
të ndryshonin ngjyrën e flokëve, të mbeteshin shtatzan, apo edhe të bënin banjo dielli pa lejen e producentëve. Megjithatë, epoka e serialit Sultani i Madhërisëm nuk do të zhduket kurrë për sa kohë që ne, publiku, i kujtojmë këta heronj, sot pam se pas luksit të mëndafshit dhe shkëlqimit të bijuterive, fshiheshin njerëz të zakonshëm me dhimbjet, humbjet dhe shpresat e tyre.